Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma dhe ju miqtë on tok. Sonte kam të ftuar një kampion. Kam të ftuar një nga ata djemt që jo vetëm I bëjnë nerë Shkodrës, dhe janë krenaria e Vllaznisë dhe e Shkodrës, por që dhe nuk ndalen në sukseset e tyre të vazhdueshme në atletik. Kam derin të kem Franco Burraj. Franco, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, edhe faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë që ti sapo vjen nga një nga sukseset e fundit, po ne do t'i bisedojmë të gjitha. Suksesi jote I fundit është në një takim në Monaco, ku more vendin e parë medaljen e artë atje, dhe I shoqëruar me ekipin kombëtar që kishim, që një pjesë e madhe e atij ekipi ishte Vllaznia, me thënë drejtën, edhe me Metin në vend të dytë, që sigurisht do kishim dashur të jetë në vend të parë për ta shpjegojmë gjithë garën. Të lutem Franco, a mund të sqarosh të gjithë aktivitetin dhe rolin tuaj si u paraqitet atje, diçka për trajnerët edhe për Brunon? Ma shpjego gjithë situatën. Atë gara në Monaco ishte gara e parë e sezonit. Ishte gara hapse. Ne vim nga kampionati botëror në dimër që është zhvilluar në Sallat Müller, që është zhvilluar në Poloni, ku ne faktikisht me vendin e 12 në botë, u kualifikuam për gjysmëfinale. Pastaj ne faktikisht kemi marrë I periudhë pushimit, sepse ne mendojmë për garat në fund të korrikut edhe në fillim të gushtit. Aty doni kulmin e Edhe kjo gara parë ishte pak e sikletshme, sepse normal gara parë është ka emocion tjetër. Jemi ala në fazën e parë të stërvitjes. Edhe nuk keni marrë po themi forma më të lartë. Jo, ala, jemi akoma herët. Edhe ishte sikleti se si do dalin gara. Pavarësisht se ne kishim një besim që do dalim vend parë, sepse nuk është hera e parë që dalim në këtë kampionat. Ne kishim pa gjithë konkurrentët edhe ishim në favor ndaj gjithëve, që rezultati ishte pak më befasuesja, sepse ishte rezultat shumë I mirë. Është rezultat që realisht permeton në garat e ardhshme të jemi rekord, edhe pse jo mund të jemi rekord edhe para asaj formës maksimale. Sigurisht. Edhe kur mendon që të jemi në rekord para formës maksimale, normal që mendon që në momentin që ti të arrish atë formën maksimale, ti jemi mirë rezultat shumë të mirë, pse jo të mundon të afrona normave olimpike dhe asaj botërore. Po, që kjo është gjë e rëndësishme. Gjë kryesore, por edhe janë ato lojrat mesetare, që ne realisht I kërkojmë me ngul. Ato zhvillohen një herë në 4 vite. Ku I keni kësaj radhe? Në Itali. Në Itali. Edhe herën e fundit ishim shumë afër medaljes, ishim vetëm 10 qindet afër medaljes bronz. Tashi po thuaj se kemi lënë gjitha forcat edhe me marr pjesë, por edhe me marrë medalje, sepse është një kampionat shumë I rëndësishëm për ne. Normal, patjetër. Sa ishte koha, Franco? Koha e kësaj gare ishte 46, 45 qinta, 45. Kush është koha më e mirë e jotja? 45, 84, është një kohë shumë e mirë. Një kohë si... E ke vendosur këtu, apo... është vendosur në Sloveni, vitin e kaluar. Një kohë që, ma të kohë që është në Sloveni ishte takim, apo kërim që a qujnë Bruno Zaboli, a që a qujnë të? Apo është gjithë shka tjetër? Në Sloveni ishte Europiani I Ligës së tretë, ku ne realisht marrim pjesë edhe japim pikë Shqipërisë për me pozicionu edhe për të rritur në Ligën e dytë. Aty ishte I garë super mirë, me ai rezultat na jep shpresë për medalje, në lojrat mesetare. Kjo është arsyeja pse ne jemi futur këtë vit me shumë këmbgulm, edhe me shumë stërvitje për me arrit këtë që ne dona faktikisht. Edhe kështu. Kthehemi ke garën Monaco. U shpërnda një video dhe për fat ishte video e mirë se e marr nga po themi nga sajti ose sajti I kampionatit, video me transmetime. Ke disa video të mira Franco ti, domethënë normalisht janë video dhe foto të bukura, kupton? Shpeshherë shpërndan Bruno, trajneri, ai bën ngaherë edhe dëgjohet atë zani, po ngaherë bën edhe, si më thënë, reporteri, bën edhe gazetarin aty. Por në përgjithësi si shkoi gara, shiko.
200 metrësh i jota dhe 400 metrësh janë gara shpejtësie, sidomos 400 metrësh është garë shpejtësie gati në apne, është një nga garat më të vështira. Kjo garë si shkoi teknikisht për ty, çfarë mendove në fillim edhe çfarë përfundove, si më thënë, kush ishte ideja? Atëherë, gara në Monaco është një pistë shumë e veçantë, me thënë drejtën, sepse është ai stadium që merr gjithmonë garat më të rëndësishme në botë. Është një stadium ku kanë vrapu shumë legjenda. Pa legjenda. Kanë vrapu Usain Bolt, shumë sportistë të tjerë. Tu menu këtë pjesë, ke shumë emocion. Qartë, normalisht. Sepse është një pistë legjendare në thojza. Që normalisht janë ato emocionet e veta. Si garë, unë mendoj që kemi shumë për të rikuperu, për të rregullu. Është një garë që realisht unë në stëvitje nuk isha stëvit për shpejtësi, në atë fazën përgatitore ku marr vetëm volume dhe shpejtësia mungon. Qartë. Edhe kështu që faktikisht nëse unë isha rahat në atë shpejtësinë e garës 400, të kanë se është garë sprintit. Edhe për këtë arsye, rezultati doli aq shumë i mirë, edhe mendojmë që ka përmirësim. Në momentin që gara nuk është... Pra kishe rezerva, se kjo është ideja. Në momentin që ti mendon që ke shumë për të rikuperu, nuk ndjesh rahat në garën që bane, edhe ti mendon që këtë gjëra do të rregullohen garë mas gare, besoj që rezultati do të fillojë të bijë gradualisht. Qartë. Edhe kështu që ka për të rikuperu shumë. Që të nga stëvitja, që nga shpejtësia, imi alë koma herë, sa shumë më para. Imi alë në ta fazë që do të marrim volume sa më shumë, sepse po fillume të marrim formën që tash kemi shumë vështirë që të marrim. Ta mbash atje në një moment pa, eksakt. Deri në gusht. A ka, shiko, 400 që mund të ketë edhe një moment që ti mund të administrosh garën. Mi po ti je 200 metrist. Ka mundësi në administrimi 200 që këtë e di dhe nga eksperienca dhe i bashkëshortes time, e kupton? 100 që po thuj nuk ka kohë administrimi për kur gja. Mi po ti, në përgjithësi i ke bërë edhe njërën e tjetër. Njëri shpejtësisë. Dhe ma mërmene që edhe po të dush të kërces një haps, më thënë, kësim zjatë edhe ata e bën mirë. Normalisht se njëri i shpejt, duhet me e provu. Ideja ishte që, dhe më thënë, pyetja ime është e tillë, si mban këto, sepse është shumë e vështirë, këtë e di qartë, Franco, është shumë e vështirë të mbash 400 dhe 200. Janë gara shumë të vështira. E sidomos 400 edhe 400 pengesa që ti nuk i bën, sigurisht, po edhe 400 edhe 200 është shumë e vështirë. Do flasim më vonë edhe për 100, po mi sqaro këto të dyja. Sa të ngjashme janë dhe çfarë suksesesh ke pas këto? Janë shumë të vështira. Po të shohim tash asnjë atlet nuk i bën të dyja garat. Nuk i bën. Kemi pas shumë rrallë atletë që kanë bërë dy gara. Më shumë atletë në rangut botëror dhe kampion bote. Është e vështirë sepse 400 që është një administrim gare po në formë shpejtësie, 200 që nuk ka administrim, është teknik. Teknika në kthes. Eksakt. Nëse ka 90% e vrapimit është teknika në kthes, sepse kthesa është e vështirë, duket aq shumë e lehtë, po në momentin që ti arrin një shpejtësi maksimale, kur ti fillon të zbret në kohën 20 sekonda në 200. Qartë. Duhet që të administrosh shumë mirë kthesën. Është edhe pjesa centrifugale e kthesa. Që as nuk duhesh të ushtrosh shumë forcë në kthesë, por edhe do të vraposh shumë mirë. Ne bëjmë shumë stëvitje në kthesë, faktikisht. Ne çojmë nga piketa, pengesa, janë ato që ta merresh kthesën sa më smooth. Qartë. Janë shumë stëvitje. Që sa bukur e thu, sa më smooth. Normalisht. E thu në gjuhë ndërkombëtare, në anglisht, sigurisht. Se nuk po mit. Eksakt. Po është ka diferencë ndryshme. Ka 100 që nuk e ka shpejtësinë 200. Se në drejtën, nëse unë 200 vrapoj 20 sekonda, unë 400 nuk mund të vrapoj 20, sepse nuk do të kem forcë për 200. Sigurisht. Të kanë që i fije më ka dalë, normal që ke më kollaj të administrosh kthesën. 400 që ka dy faza, është starti atëherë fillimi i vrapimit me lirshmëri atëherë sulmi në fund. Ndërsa 200 që besoj se do të jetë akselerimi i fundit që të bën ti je fitimtar, sepse momentin që ti del për kthesën do të fillosh të akselerosh, të çosh për me filluar me kapë herë shpejtësinë maksimale. Realisht kë ke dëshirë, Franco? Kush është për ty, si më thënë, ose ajo që ti thua vetes se shiko këtu jam unë, domethënë kjo është nuk është pyetje provokative, është thjesht një pyetje për të përcaktuar, domethënë,
ti vetë po të thuash je 400 metrist apo je 200 metrist? Unë realisht jam 400 metrist. 400 metrist. Rezultatet janë shumë më të mira në 400. Gjithmonë të krahasu me garën 200. Kjo nga që konsideron veten më pak me shpejtësi apo administron më mirë 400-in? Është gjatësia jote trupore që ta bën, megjithëse ka edhe 200 metristat janë 1.90, s'është një problem kjo punë. Të kanë që shumë sportistë që vinë nga garat e 100-it, pozicionohen në garën e 200-it. Sigurisht. E gara 200 është shumë e vështirë. Teknikisht, por edhe nga persona që vinë nga genet e ndryshme. Qartë, normal. Që e kanë shpejtësinë të lindur. Edhe ke shumë vështirësi të konkurrosh me to. Absolutisht. Ndryshe nga gara 400-it, njerëzit paksohen, kuptimi, është vështirë që të bësh stërvitje. Është gara e vështirë, sa njerëzit fillojnë të paksohen, kuptimin që largohen nga gara 400-it, zbresin garën 200-it. Kështu që ajo gara 400-it nërsa të lënë një firë më shumë mundësi që ti nxjerrësh veten më mirë. Por edhe bazë pikëve olimpike, qartë, është edhe kjo shumë e rëndësishme. Bazë pikëve olimpike, gara 400-it është shumë më lehtë se gara 200-it në rezultat me timin. Pa, edhe në ditën personale, por në ditën ekipore ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Absolutisht. Por në gara 400-it, ato rezultate që i kam marrë në 400, është shumë vështirë që unë t'i marrë në 200. 200. Në pozicionohet, me thënë, që unë kam dalë i katërt në lojët europiane me moshat në garën e 400. Në 200 do t'ishte kene pa mujton. Nëse unë kisha kualifikuar për botor, në 400, në 200 do t'ishte pa mujton. Dhe kështu është që ti du të rohesh në thojse, që të futesh në garën e 400, se aty ku jeti më mirë. Por dëshira jeme, normal është gara 200, se është një garë shumë e bukur. Për menimin tem... Qartë, spektakolare. E thënë gara 200 është në garat më të bukura të atletikës. Absolutisht. Po flasim për 100 që është prep edhe më... Sigurisht, ajo është mësuar edhe në lojrat olimpike edhe në gjithë kampionatet e botës, është gara më e shpejtë edhe shifet më tepër edhe... Normal. Por 200 është garë spektakolare se pikërisht ka të kthesen edhe për shpejtimin kthese ka spektakolar. Është një garat më të bukura. Kush janë midis Boltonit, dakord, në rregull edhe Michael Johnsonit me keje. Sigurisht nuk them se me keje, si është tifoz lek tillë, po dikur sigurisht nuk ishte dalë edhe ishte ai. Më kujtohet kur bash gara mante një trup drejt, ky ishte tjetër teknika, ishte tjetër teknikë. Dy teknika të ndryshme. Të ndryshme, krejtësisht, absolutisht. Po të dy të mërshëm në 200 edhe ai vjen edhe në 400 në këtë pikë i banin gjitha mirë, a kupton. Por problemi ishte i gjatësisë, domethënë. Ajo që më impresiononte mua ishte se Bolton ishte 1.96. Aty 1.93, po pra. Imagjino tash të çohet një person 1.96, domethënë 2 metra, të çohet në 10 metrat e parë ta ketë trupin, jo 10 metrat e parë apo 5 metrat e parë ta ketë trupin drejt. Ata që dinë atletikën edhe marrin vetë 100 që e kuptojnë çfarë do të thotë kjo punë, e kupton? Pastaj për shpejtimin. Rezultati jot në 100 në provat që i ke bë Franco, kush është më i miri? Edhe ku e ke bë? Ne kemi marrë pjesë në garën lojrat olimpike, ku ne bëmë rezultatin 10.60, që realisht ishte shumë afër rekordit. Ne faktikisht kemi shpresuar shumë që të thete rekordi i garës 100 metrashit. Ashtu kemi shpresuar edhe ne, me thënë drejtën. Ishim shumë afër, sepse mesatarja e garave të mia ishte pothuajse gjithmonë 10.60. Do thonë variante 10.63, 64, 60. Edhe një mesatar kaq të lartë, mendoshim që do të zbresin poshtë asaj kuotës 60. Pra, do të shkoshte 50 e sa. Po, aty ishte rekord kombëtar. Problemi është se 100 nuk është aq i thjeshtë. Ne kemi bërë pothuajse 2 muaj të vitit vetëm për atë garë, para lojrave olimpike, sepse ne ishim tu përgatitur për garën e 400-it, sepse ajo është gara primare. Se vite kemi qenë shumë mirë. Në kronometër kemi qenë shumë poshtë, kemi pas rezultate shumë të mira, edhe ne mendoshim se do të ishte pothuajse 99% rekord. Aja që ndryshoi për mua ishte sepse emocioni ishte tepër i madh në lojrat olimpike. Ishte diçka që nuk ngarkove nga prezenca e madhe e lojrave olimpike. Ishte diçka që unë nuk e kisha përjetuar më parë. Në një stadium ku ka 80.000 persona që presin me bagar, me publiku, ishte e tepërt për mua faktikisht. Edhe çdo gjë që kisha mësuar pas asaj kohës shkurt, unë e harrova, edhe fillova edhe herë të vraposh ashtu si në 400.
U ktheva edhe herë ku ishte. Edhe kështu që ishte shumë e vështirë faktikisht. Në një farë mënyrë edhe unë u mërzita sepse ishte koha më perfekte, koha më e mirë që unë thjesha rekord. Nuk e di se sa kur do të vinë koha përsëri sepse unë jam i fokusuar në garën e 400. Edhe kam shumë kampionate rëndësishme që unë nuk mund të shkputem nga ajo garë. Edhe nuk e di nëse do të vinë edhe herë ajo mundësi që unë të fokusohem edhe herë në garën e 100. Po kjo është kërkesë e madhe që të bësh gara edhe për ekipin, po edhe për veten në 400, në 200 edhe 100. Është kërkesë, duhet ta pranojmë si. Edhe ka ndryshim shumë në stërvitje. Edhe ka ndryshime në stërvitje. Edhe kështu që ti nuk mund ndahesh. Dhe thënë unë gara e 200-it, ajo gara e 200-it. Më vjen vetëm nga stërvitja e garës 400-it. Se me mohabet ashtu tavolinet, ne mendojmë ka herë se, okay, po të fokusohem vetëm në garën e 200-it, vetëm në stërvitje. Me rezultat më të madh. Besoj se do të ulim me rezultat. Po sigurisht. Po momentin e fokusuar në garën e 400 që do të vinë koha, besoj. Do të vinë kohë që do të shputem nga gara 400, sa është gara e vështirë. Do të fokusohem në garën e 200, pse jo atë do të filloj edhe të zbres. Aty ke mundësi pastaj një farë mënyrë të nxjerrësh 100. Edhe mund dali edhe 100, se sigurisht është Bruno që të njën e kemi pas përpara te këtu dhe Bruno është një djalë për mua fantastik, i trajner i cili sigurisht përjeton garën, e përjeton ekipin, përjeton ty edhe gjithë tjerët që janë aty. Pastaj jeni ekip i mirë sepse ju jeni, nuk e di, sa keni shku 15 herë kampion, 16 herë, sa? 16 rresht, këtë vit ne celebrojmë 30 vite kampion si ekip. Kështu që është e jashtëzakonshme, unë në fakt, ashtu dhe përsërisht jemi të apasionuar, si më thënë, me atletikën edhe. Për ne, nuk ka rëndësi pastaj se sa emër të madh ka Vllaznia për elementet e tjerë, për lojra, për kështu. Ne dim që atletika është një nga shkëlqyeshmëritë e sportit. Është edhe shkolla kryesore e ekipit kombëtar. E ekipit kombëtar. Ja për shembull ishit në Monaco, kësaj radhe, sa veta ishit Franco? Ne ishim 4 sportista nga Shkodra. 5 sportista. 5 sportista. Edhe gjithë sportistat ishim me rezultate që do të ishim afër medaljeve. Do fillu nga Mohamed Çengeli që doli i dyti, që realisht sa doli i pari aty, se marr vesh. Bëri një faula, ç'a ndodhi? Unë faktikisht isha i fokusuar në garën e 400 dhe isha të bas të vitje. Ishte të bas të vitje. Edhe nuk parisha me pa, po ato që një gjova, me ti ka kësyn në Elbasan, 7-80. Një rezultat që realisht e qote në medaljet artë shumë kohë. Automatikisht. Gara si duket nuk ka shku mirë, Meti ka kësy 7-40 paso ka bosha dhe i pari ka dalë me 7-60. Diçka që realisht unë e parë sa të Meti që ishte mërzit, faktikisht nuk i ve faj sepse diçka që pret për me marrë medalje. Po medalje argjendi mori. Absolutisht. Nuk është hera parë që merr edhe Meti medalje, është hera dytë, që është një sportist shumë i mirë. Patjetër. Është ndër sportistët më të mirë që ka ekipi kombëtar, po edhe normalisht Shkodrës. Kemi edhe 2 sprintierë shumë të mirë, që është Endri Rakaj edhe Landro Çardako, që është për herë të parë, duke që mu pozicionosh në një rang tjetër, është hera parë që 2 sportista shkodranë zbresin në 11 sekonda. Sprinti nuk na ka ardhur shumë mirë, por ti din shumë mirë se sprinti më përpara Otion Luli edhe kompani ka qenë shumë mirë. Tash është përsëri hera parë që Meti Endri zbret në 10-70, pa ashtu edhe Çardako 10-80. Po kthehet edhe një sprinti, besoj që po fillon të zbresin gjithë poshtë, të fillon ajo. Më kujtove atë kur përmend Oltin, Olti, ka qenë Benmaka, që kanë rekordet. Që kanë rekordet, ka qenë Niko Laro. Po. Gjithë kanë qenë një grup aty, bilem kujtove se boshin me trajnerin Isak Bala në atë kohë. Edhe me djemë
takot edhe përsëresës edhe banës me bë stërvitje. Dhe I njoh shumë mirë, që I kisha kolegë, sepse I kishim Është kohë e artë, fakt. Ishte kohë e artë e shpejtësisë, sprindit, e kërcimeve. Ishte Ben Bloja, ishin I dorë artistë. Edhe shpresoj që të kthejë edhe një herë. Në atë kohë. Po shpresojmë, ja, ma jeni të mirë, domethënë keni xhan vendet para, jeni dhe ju, je ti ka qenë I zmiri. Jeni, domethënë është trashëgimi e jashtëzakonshme, je ti herë në radhë parë, je ti të kam këtu në studio. Merr medalje të arta në vend për vend. Franco, atletika është një nga pjesët sportive elitare të Shkodrës. Sigurisht ju ishit atje dhe nuk ishit vetëm të vllaznis, mu merr mirë që kryetari I bashkisë bani edhe postimin edhe tha fjalët e mira. Bile, ti kishit taku bashkë me, keni qenë me Bruno. Kishim I takim me kryetarin. Me kryetarin, po. U farisht I thash se të kene se një shqiptar të keni qik I fje qef politike. Normal. Në thamë, po politik nuk është tim ditën. Normal që edhe promovimi për ati ishte shumë I madh. Sigurisht patjetër. Sepse të kene se gjithë merren politikë, u se një politikan promovon. Kryetari I bashkisë është kryetari I bashkisë. S'ka rëndësi fare për politikanin. Është kryetari I bashkisë jonë. Po e përhapja ai, domethënë ka bërë veprimin më të mirë. Faktikisht na kanë ndihmuar shumë. Po më patjetër, pa diskutim. Ne biseduam më përpara dhe thamë që nuk është hera parë që ka marrë medalje arit, po më përpara është smooth. Sa kujtu kush. Normal. Që këtë herë bëri çik më buj. Po patjetër, pa diskutim. Përveç kësaj që jeni vllaznia, dhe sigurisht nderoni edhe bashkinë. Ju më duket nderoni edhe universitetin. Jeni pjesë e universitetit, gjithë djemtë aty. Jeni gjithë studenta. Gjithë janë studenta. Plus edhe Bruno që është edhe ai pedagog. Po. Gjithë janë studenta, gjithë studentat të mirë. Patjetër, shumë mirë. Normal që vjen me falendru gjithë pedagogë sepse na kanë ndihmuar shumë. Pa sigurisht. Sepse nuk është shumë e vështirë me bë sport, edhe me keni fokusuar të dyja aspektet. Patjetër. Edhe të kanë që jemi gjithë ditën stërvitje, normal nuk ka herë edhe duhet mungojmë në shkolla, na kanë mirë kuptuar mënyrën maksimale. Po, normalisht patjetër. Shumë herë kemi humbur edhe provimet për faj që jemi në përgara. Patjetër. Që mirë kuptimi ka kanë maksimal edhe normal që jam shumë falendërues. Si unë, po edhe gjithë djemë tjerë që janë pjesë e universitetit. Franco, çfarë kushtesh keni tash? Sigurisht nuk flasim për kushtet tona të dikurshme, që shikonim gjithmonë në dheun aty e kuqe dhe se megjithse sakrifica dhe dëshira ka qenë shumë e madhe, po kushtet e sotme? Kushtet janë rrit, para se kemi qenë. Unë faktikisht kam filluar stërvitjen duke bërë stërvitjen në pedonale. Ishte akoma kur stadiumi u prish, ishte të rindërtu. Edhe faktikisht tartani na kanë ndihmuar shumë. Një pjesë e suksesit është edhe ajo pista e tartanit që ne nuk e kemi pas. Gjithmonë ka më mirë sepse pista e tartanit është prish, rindërtu edhe një herë, tash ka filluar edhe një herë ka pas kështu peripecinash, edhe më duket se ka prap. Absolutisht ka, na faktikisht kjo ishte një pjesë që ne cikme me kryetarin faktikisht. Kryetari është shumë I ndjenum për me rregullu edhe një herë. Por stadiumi është edhe një herë në atë fazën që duhet më kap në dorë. Por I herë për momentin është e futbollit, ka ato lampë. Diçka e brendshme mund të bëhet për stërvitjen e brendshme? Është bërë projekti për pjesën e palestrës, vetëm për pjesën e atletikës. Qartë. Që është brenda, është brenda përballë, ja? Përballë. Edhe është një pjesë fantastike sepse njëra ndihmon shumë që të ushtrojmë forcën, pastaj dalim në pistë. Qartë. Diçka që na ka mungu, e kemi pa shumë herë ku kemi ikë jashtë, normal e kemi dashur sepse të përzish forcën me vrapimet është gjë e rëndësishme. Ne për momentin unë për momentin jam në 2 palestra të ndryshme, që më duhet shkoj të lëvizi edhe gjej kohën për me kry stërvitjen, me shku të palestrën, me kthy edhe herë. Edhe është ajo rruga që normal që nuk është e mirë sepse ftofet trupit do të fillosh edhe herë në zemër normalisht. Edhe ajo palestra normal na jep shumë edhe dhomat e zhveshjes sepse tash I vim një kohë që është shumë nxehtë. Duhet ndrohesh, duhet bësh dush. Më përpara nuk e kemi pasur.
Sot janë. Sot besoj se edhe pak më do të jenë sepse ajo ka hyrë në fazën e fundit. Ai do të punojnë. Besoj se ka hyrë. Pastaj bashkia sot ka normalen e vet e punon, nuk është. Kështu që besoj se do të kynë shumë shpejt edhe do ta kemi në diskutim pse jo, ndoshta këtë vit jo, po për sezonin tjetër të ardhshëm do të kemi të sigurt. Sigurt nga shtatori tetor ne duhet të jetë e sigurt që kryen. Edhe kështu që do të jetë i plus për vazhdim. Po kjo është një plusi shumë i madh. Franco, shiko, mos ma merr për provokacion, po duhet ta bëjmë. Kjo nuk është politikë, kjo është çështje që trajtohet gjërësisht edhe njëkohësisht. Është çështje e ndjeshme. Gjithmonë në këtë vend, sidomos vitet e fundit bisedohet, jo ikin, jo ikë rinia, jo kjo. Dhe shiko, Franco, në 1990 nuk vendosëm që të mbyllën Shqipërinë, e mbyllur ishte. Po donim të rinim, do ishim mirë duke qenë të mbyllur, ashtu si bubazhel që kemi qenë, dalën për asaj kohe edhe mund të qëndronim. Apo pra vendosëm që mos ishim. Në përgjithësi ishte dakord gjithë shoqëria shqiptare. Shumë pak budallë ishim mirë me Enver Hoxhën. Shumë pak. Shumica ishte që jo. Tash fillon ankesa tjetër, mas 36 vjetëve është ikim. Nëse gjithmonë ka ikë shqiptari. Po pse nuk ik Franco, burraj? Domethënë një njerëz si ai, edhe i talentuar. Pa ik pa ç'a bëhet në këtë vend. Flitet kështu në këtë lloj forme, në për tavolina. Tash ato tavolinat po i marrin vendosin studion. Ç'a të bash këtë vend me kështu rregullohet. Por hajde po ikim gjithë. Çfarë më mirë shkojmë ne. Kjo mënyrë të folurit edhe ky lloj arsyetimit. Pastaj ka arsyetim edhe më të butë. Jo më kam një nevojë, kam një ofertë, ky është më i mirë, është më i arsyeshëm. Pastaj edhe akoma më mirë se kaq. E kam ofertën, shkoj. As kërkush nuk i pengon. Franco është mirë, ka dëshira për më tepër, i ka shkuar në mendje që të ikë, të largohet. Ka qef mbetje. Shiko, nuk kam marrë që të rrëfeje shkela, por një farë mënyre, se më thëmë, po bëjmë bisedë. Është njësoj si kur tiqim poshtë dhe bisedonim. Ndryshe prej sporteve tjera, atletika ka shumë shqyrë që të largohesh nga një shtet tjetër. X-pari. Normal. Atletika ka një ligj që ti nuk mundesh të marr pjesë për një shtet tjetër në momentin e parë që ti ke marrë përfaqësuar për Shqipërinë. Sigurisht. Përndryshe do të bësh 3 vite pushim. Qartë. Edhe do të rikthesh. Ti ke humbur pastaj, normalisht. Besoj se atë është mbyll karriera. Në momentin që ti bën 3 vite nuk bën garë, ti mund të vitesh, po ajo pjesa kryesore e së vitit është gara. Edhe kështu ikun një opsion. Normal që kam pas mendimin për me ik, ka kanë fillimet e mia, sepse në fillimet e mia nuk e shifsha sportin si primar, kishte si më shumë hobi ose diçka që do të jetë kalimtare, sepse nuk e mendosha të shkosha deri në këtë pikë. Në momentin që nuk e mendosha të shkoj deri në këtë pikë, mendosha se do të jetë sporti do të jetë e shkurt, pastaj do të shputesha, do të largohesha nga Shqipëria. Ndodhi ndryshe, faktikisht sporti na ka ecë shumë mirë, për fat mirë, nuk kemi pas asnjë dëmtim që na ka rreziku karrierën sportive. Dhe gjatë viteve, sporti ka marrë frymë tjetër. Unë ditë thamë që kam fillu sportin, jam bërë rekordmen për herë të parë në 2018. Edhe në 2018 unë kam marrë vetëm 250.000 lekë vjetra, si shpërblim për rekord. Mas i 10 viteve, që theva rekordin e Ilir Xhanit. Tashi ka ndryshu koha, tashi nga 250 është bërë 2 milion lekë vjetra. Që realisht ka një ndryshim shumë të madh. Qartë, normalisht. Edhe kështu që jo vetëm kjo aspekt, por edhe shpërblimet që më përpara nuk kanë pas shpërblime, tash ka shpërblime për kampion Shqipërie. Rrogat, unë faktikisht jam pagu në film 250.000 lekë vjetra, 300, pasi ktheva 6 rekorde, o desh që unë merre rrogë më të mirë. Dhe kështu po thamë që kanë fillu. Fal pse jo edhe qeverisë, fal edhe bashkisë, këtij kryetarit, po edhe kryetarit më përparshëm. Duhet t'ju japim meritën sepse secilit, sepse edhe ai u tregu shumë mirënjohës edhe ishte ai i pari që realisht më futi në bashki për të ndihmu, kështu që normal edhe tash sepse kam vazhduar akoma. Jam një më rehat. Ajo që më kanë të ndu më shumë nërsa ka mund të kenë ajo lëvizjen e Tiranë, sepse ka pasi periudhë shumë vështirë në Shkodër. Por për momente në Shkodër është shumë mirë. Ashtu e mendoj unë.
ndoshta mas sportit, mas largimit të sportit, por prap unë kam pas qef të rri në Shqipëri, më pëlqen kjo jetë, sepse duhet në momentin që ti iksh jashtë do të bazohesh në një jetë tjetër. Nuk është aq jeta aq easy, aq e thjeshtë sa në Shqipëri. Kështu që unë mendoj gjithmonë se do të punosh fort, edhe do të çash aty ku je. Normal. Edhe në momentin që ti ndoshta ja del ti jesh në vendin tanë shumë mirë, nuk ka pse të duhet vendi huj. Franco, ti po flet edhe sigurisht që unë po e përmaj veten, por nuk është se kjo është muzika për veshjet e mi. Në fakt, kjo është një nga ky diskurs që po bën ti, është një nga mrekullitë që dëgjoj nga mosha jote dhe nga një lartësi si puna jote. Ma lejo këtë fjalim timin 2 minuta. Unë bëj në këtë televizion bëj përdik politik, po kjo s'është politik, s'ka lidhje me politikën. Kjo ka lidhje me qenien njerëzore, me qytetarin Franco Burraj. Shiko, një djalë i ri që flet kështu tregon që ne kemi akoma shpresa. Se gati të na myllen ndonjëherë shpresat kur dëgjojmë po të njëjtën llafazerie dhe po të njëjtën marrëzi kolektive të tonën, duke sharë vendin tonë, duke sharë gjithçka. Po një djalë që i di të gjitha si puna jote, që deli pari edhe me të hujt, që shkon në aktivitete ndërkombëtare dhe deli pari me medalje të artë, dhe që thot do rri në vendin tim. Edhe pse paguhem kështu të ti i the shifrat. Kështu po paguhesh, me çfarë po paguhesh, e duke marr, s'po merr një gjë të madhe, bile po merr shumë nën atë që duhet marrësh teorikisht. Edhe që vazhdon të këmbulësh për vendin tënd dhe për Shkodrën tënde, se këtu është gjithë historia. Është me të vërtetë mirë thash, është tamam muzikë e bukur për veshjet e mia. Franco, të falenderoj për këtë gjë. Në pyetja e fundit është kjo. Mirë, dakord sporti, fitoret, shkolla. Si e mendon Franco, mas 2 vjetësh, mas 3 vjetësh, mas një periudhë kohe, mas i të marrosh shkollën, kush është Francoja që ti ke menduar, që presupozon se do të jetë? Unë besoj që nga rrugtimi i parë që kam bën, që kam hyrë në sport, besoj se do të përfunoj me sport. Që edhe mas mbylljes karrierës si sportist, besoj se do të jap maksimumin edhe në fushën e sportive. Ndoshta trajner, ndoshta pedagog, ndoshta diçka më ndryshe, por besoj e ke gjithmonë të lidhur me sportin. Besoj se do të jetë i lidhur me sportin, sepse besoj se ajo është ajo gjë më e mirë që mund të bëj. Normal, patjetër. E to kanë që ka shumë vite që kam sakrifikuar për sportin, por edhe i kam marrë sportin. Gjëja më e mirë që mund të bësh edhe gjëja që bën më mirë. Bëj më mirë. Sigurisht. Besoj se do të fokusohem aty ku di ti më mirë. Patjetër. Ajo është mendimi im. Thashë pyetja e fundit, po ishte para fundit. Pyetja e fundit është çfarë aktivitete shkeni dhe kush janë mundësitë e arritjeve të larta në këtë vit? Kemi do aktivitete, kemi kampionatin kombëtar, është fal për se jam pak më normal, por nuk është pothuajse asgjë. Ne him me stëvitje faktikisht kampionatin kombëtar. Sigurisht. Më shumë si fazë stëvitore. Është provë më tepër. Është provë kontribut edhe për vallëzimin, pse jo, sepse do të jap sigurisht, patjetër. Kemi kampionatin ballkanik, që do të zhvillohet 20 në Greqi në Volos. Ajo është një kampionat shumë i rëndësishëm. Çfarë pretendon aty? Edhe pse është herët faktikisht, sepse ne kemi pas gjithmonë kur fillon sezoni stëvitor, ne vëmë pikat kryesore. Qartë. Edhe na nxjerrim ato kulmet tona stëvitjes. Është pikë kulmit edhe kampionati ballkanik. Është një problem sepse ne kemi pas kampionatin ballkanik në Korrik, edhe na ishim fokusuar që nxjerrim një formë shumë të mirë në Korrik. Kampionati ballkanik u afru. E futën qershor. E futën me 20 qershor dhe ne na ka prish një çik punë. Por normal ne do të him me fokusin kryesor. Edhe pse jemi pak herët për të bërë rezultat, prapë ne do të japim maksimumin, do të sakrifikojmë fije, ndoshta edhe me peshë stërvitje që në kampionatin ballkanik të him, pse jo për medalje, ne kemi gjithmonë pretendent për medalje në kampionatin ballkanik. Si 400 apo 200? Garën 400. Pse jo në 200? Nuk e besoj se do të jemi për medalje, por ne do të bëjmë maksimumin, edhe pse jo të jemi një rekord në garën 200, sepse kena ka ardhur shpejtësia
shumë mirë, por fokusi është te gara e 400-shit, sepse besoj se në gara e 200-shit rekordet do të vinë, jo këtë vit, nërsa vitin tjetër do të vinë shumë më shpejt, por kam qef që të marrë maksimumin e garës 400-shit. Ne shpresojmë që pse jo të jemi në medalje, sepse faktikisht Lojnat mezetare kur në fillim të shtatorit. Është një moment formet dhe ajo, si një pikë lartësie të formet. Ajo është pika kryesore e këtij vitit. Aty pretendon finale, çfarë pretendon se tani do të kthehemi edhe pak mbrapa për pjesën e kushteve. Qartë. Për shembull, këtë herë u bëri ligjëri, u shtu në shpërblimet. Tash nga kampionati ballkanik, shpërblimi ka qenë 10 milion lek. Tash është bë 15. Po desh i parë. Normal gjithmonë ne synojmë që dalim i parë. Sigurisht, patjetër. Nëse në rastin e lojës mezetare, na kemi shumë afër medaljeve para 4 viteve, se është një kampionat që zhvillohet një herë në 4 vite, sepse është kampionat shumë i rëndësishëm. Po marrin pjesë edhe lartësi të jashtëzakonshme atletike. Tu fillu që nga Franca, Italia, aty, e kupton se çfarë nivelit është. Përveç se medaljeve në lojën mezetare, ne përfitojmë shumë gjëra. Që nga shpërblimet, po përfitojmë edhe ajo rroga, që ne e kërkojmë rrugën, rrogën që marrim nga Ministria e Mbrojtjes, si Konolel. Si shumë sportierë tjerë që kanë marrë medalje, është një rrogë që t'jep mundësi që ti në farë mënyrë të jesh i sigurt për jetën tënde, sepse është një rrogë pothuajse përjetshme deri në pension. E kemi fjalën e gradën, a? Gradën. Do të japin, nuk e di, kapiten, major deri ke generali, nuk e di. Po varet aty se sa i aftë je për të marrë medalje, normal medaljarët vlerësohet më shumë se sa e gjendë edhe ashtu. Po ne kërkojmë ngojmë që thjesht jemi në zonën e medaljeve, edhe ne në farë mënyrë të kemi kryer një mision të rëndësishëm për sportin, sepse sigurisht. T'jep të ardhëna në mënyrën që marr pas sportit. Edhe që janë të meritueshme, kjo absolutisht. Është bërë një gjë jashtëzakonshme që është bërë kjo punë. Duhet të falenderoj ata që ju kanë shkuar mend. Sepse në fakt kanë imituar grekët, kanë imituar pak italianët. Në fundis, po të kenë që Europa është përpara nesh. Qartë, normal. Ato i kanë kaluar më përpara nesh. Ne kemi shumë thjesht që ne të kopjojmë ligjet e tyre të bëjmë shpik. Sigurisht. Normal me një rregullim. Nuk kemi nevojë të shpikim në një gjë të madhe në këtë mes. Absolutisht. Janë shpikur më përpara. Janë përpara, po. Grekët e kanë bërë për shumë më herët. Po i kanë edhe italianët, me xhale, karabinierët. I fusin në zonat e Ministrisë së Mbrojtjes. Unë bëj garë me sportista që janë karabinierë. Qartë. Edhe marrin rrogat apo pastaj. Kanë rrogat mira, sigurisht, patjetër. Është thjesht pjesa e rrogës sepse ti përfaqëson një komunitet të ndryshëm. Okej. Franco, të falenderoj shumë që ishe sonte me mua, të falenderoj për punën e madhe që bën. Për djalin e edukuar të mirë, studentin e mirë që je dhe për kontributin e jashtëzakonshëm që je për Vllaznin, për Shkodrën, për Shqipërinë, jo nuk diskutohet fare sepse del kampion me medaljetar dhe për Bashkinë e Shkodrës. Për të gjitha falenderoj. Shumë faleminderit. Besoj se do të bëj maksimumin. Patjetër, në ata djem që patjetër e bën me kryt ulët, pa kërkuar bile nga herë ato që ju takojnë. Franco, të falenderoj që ishe me mua sonte. Faleminderit. Miqtë on televizion, miqtë on top, ky ishte takimi me kampionin, me rekordmenin Franco Burraj. Jo takim të premten tjetër me histori tjetër. Natën e mirë.